Përcaktojmë formulën e komponimit që përmban 54% kalcium, 43% oksigjen dhe 3% hidrogen. Masa atomike relative e kalciumit është 40, e oksigjenit 16 dhe e hidrogenit është 1. Për të përcaktuar formulën e një komponimi, ne duhet të gjejmë së pari numrin e molëve të secilit prej elementeve prezente në komponimin në fjalë, e cila llogaritet duke pjesëtuar masën e elementit me masën molare të elementit. Nëse për analizë kemi përdorur 100 gram të substancës, atëherë masa e elementit do të jetë e barabartë me pjesëmarrjen në përqindje të elementit, kurse siç di masa molare e elementit është e barabartë me masën atomike relative. Duke pjesëtuar vlerat për pjesëmarrjen në përqindje të elementeve me vlerat e masave atomike relative të elementeve të tyre, ne për numrin e molëve të kalciumit gjejmë vlerën e përafërt prej 1.35 mol. Për numrin e molëve të oksigjenit gjejmë vlerën e përafërt prej 2.69 mol. Dhe për numrin e molëve të hidrogenit gjejmë vlerën prej 3 mol hidrogen në këtë komponim. Vlerat e fituar për numrin e molëve duhet të pjesëtojmë me vlerën më të vogël të fituar që është 1.35 në mënyrë që të fitojmë raportin më të thjeshtë të atomeve në njësi formulore. Në këtë rast, fitojmë vlerat 1, 2, 2 pas pjesëtimit të vlerave të sipërme. Pra, fitojmë 1 atom kalcium, 2 atome oksigjen dhe 2 atome hidrogen. Për oksigjenin dhe hidrogenin nxjerrim emërësin e përbashkët pra 2, dhe në këtë mënyrë fitojmë njësinë formulore për hidroksidin e kalciumit që është CaOH2.